Ne do të përmendim një histori dashurie e cila ka vazhduar e pacenuar edhe pse ka kaluar shumë probleme. Ajo është një histori dashurie e cila i mungon çdo familje sotme. Ajo është historia e Zenebes, vajzës së Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Ebul As ibn Rabia. Ebul As ibn Rabia rritë nga paria dhe figurat më të shuara të Kureshëve dhe kishte marrëdhënie shumë të mira me Profetin sallallahu alaihi wasallam para se t'i shpallej zbulesa hyjnore. Duke pasur parasysh marrëdhëniet e tij me Profetin sallallahu alaihi wasallam, ai kërkoi dorën Zenebes. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Nuk të premtoj derisa të marr mendimin e Zenebes." Kështu, Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi te vajza e tij Zenebe dhe i tha: "Ebul As ibn Rabia ka kërkuar dorën tënde. A e pranon si bashortin tënd?" Zenebi u skuq fytyrë dhe buzëqeshi. Kështu u martua Ebul As ibn Rabia me vajzën e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nga kjo martesë u lindën dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë, Ali dhe Umame. Jeta e tyre bashkëtorë ishte e lumtur dhe ishin shumë të lidhur me njëri tjetrin. Edhe pse ishin shumë të lidhur dhe e donin njëri tjetrin shumë, u ndodhi një problem madhështor, i cili është shumë më i rëndë se shumë probleme që ndodhin mes bashkëshorteve të sot. Ajo që ndodhi është se Profeti sallallahu alaihi wasallam i u shpall zbulesa hyjnore dhe tashmë ishte i dërguar i Zotit. Gjatë kësaj kohe, Ebul As ibn Rabia ndodhi në udhëtim. Me tu kthyer nga udhëtimi, gjeti që gruaja e tij kishte braktisur besimin e vjetër dhe ishte konvertuar në muslimane. Gjatë rrugës për në shtëpi, njerëzit i kishin treguar Ebul As ibn Rabias mbi atë që kishte ndodhur dhe që i vjehri pretendonte se ishte profet i dërguar nga Zoti. Me të hyrë në shtëpi, gruaja e tij i tha: "Kam një lajm shumë të rëndësishëm." Ebul As u largua duke i injoruar. Për pasuar ajo i u vu pas dhe duke i rrëfyer gjithçka kishte ndodhur me Profetin sallallahu alaihi wasallam. Në fund i tregoi edhe faktin që ajo tashmë ishte muslimane. Ebul As i tha: "Përse nuk më pyete mua fillimisht?" Zenebi tha: "Unë nuk mund të përgënjeshtroj baban tim. Ai kurse si nuk mund të jetë gënjeshtar. Ai është fjalë drejt i besueshmi. Nuk jam unë vetëm që e kam bërë këtë. Bashkë me mua kam pranuar Islamin edhe nëna ime, vëllezëri, xhaxha im Ali ibn Abi Talibi, vetë kushëriri yt Uthmani ibn Affani dhe miku yt Ebu Bekri." Ebul As i tha: "Kurse unë nuk pranoj të bëhem musliman. Nuk dua që njerëzit thonë braktisi popullin dhe besimin e të parave ti për t'i bërë qefin gruas." Pas pak i tha: "Prandaj, a e vlerëson këtë situatë ku ndodhem dhe më arsyeton?" Edhe pse ishte jo musliman, ai i drejtoi me këto fjalë të buta shoqes. Dhe Zenebi ja ktheu: "E kush tjetër do të arsyetoj nëse nuk të arsyetoj unë? Unë jam bashortja jote dhe do të përkrah në rrugën e drejtë derisa ta arrish atë." Ajo e duroi të shoqin për 20 vite më radhë, ka që martesa e një muslimani me një jo musliman akoma nuk ishte ndaluar. Ajo vazhdoi si muslimane dhe i shoqi vazhdoi jetën e tij si jo musliman. Kur Profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi muslimanët të emigrojnë për Medinë, Zenebi shkoi dhe i tha: "O i dërguar i Zotit, a më lejon që të qëndroj me bashortin tim dhe të mos emigroj bashkë me muslimanët tjerë?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Qëndro me bashortin dhe fëmijët e tu." Zenebi qëndroi në Mekë me bashortin e saj dhe fëmijët deri kur ndodhi betejë e Bedrit. Bashorti i saj, Ebul As ibn Rabia, kishte vendosur të marrë pjesë në këtë betejë dhe të luftonte bashkë me Kureshët kundër vjehrit të tij, Profetit sallallahu alaihi wasallam. Që para se ndodh kjo betejë, Zenebia lutej me përgjërim: "O Zot, më ruaj nga ajo ditë ku fëmijët e mi do të mbesin jetim ose do të vdes babai im." Ebul As ibn Rabia mori pjesë në betejën e Bedrit, luftoi kundër muslimanëve dhe në fund u kap rop për tyre. Kur ushtria e Kureshëve u kthye në Mekë, Zenebia doli para dhe i pyeti: "Çfarë ndodhi me baban tim?"
Ata i thanë, muslimanët fituan. Zenebia pas i ranë sejdë si shenjë falënderimi për Zotin, pyeti sërish, po burri im ku është? Dhe u përgjigjen, është zënë rob nga i vjehri. Zenebia tha, do të jem unë ajo që do e liroj me pasurinë time. Gjithë familjet e robërve të tjerë dërguan të hollat e mjaftueshme për të liruar të afërmit e tyre. Zenebia, me qenë se nuk i posedonte të hollat e mjaftueshme, hoqi varësen e qafës, cilën i kishte dhuruar nëna, Khadixheja, dhe dërgoi me kunatin e saj Amr ibn Rabia. Profeti sallallahu alaihi wasallam i lironte robërit kur familjarët e tyre paguanin shumën e caktuar. Kur i erdhi varësja e mbështjellë me një pëlhur, ai pyeti, për cilin rob është kjo? Pranishmit i thanë, është për Ebul As ibn Rabia. Me të hapur, profeti sallallahu alaihi wasallam filluan të rrjedhin lot. Me lot në sy ai tha, kjo është varësja e Khadixhes. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi në mes muslimanëve dhe u tha, o njerëz, Ebul As ibn Rabia është dhëndri im dhe prej tij nuk më ka ardhur gjë e keqe. Si dhëndër, prej tij kam pasur vetëm të mira. Prandaj, a është e mundur që ta lëm të lirë dhe varësen t'ia kthejmë vajzës time Zenebes? Muslimanët i thanë, po o i dërguari i Zotit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja zgjati Ebul Asit varësen dhe i tha, i thua Zenebes ta respektoj më shumë varësen e Khadixhes. E më pas i tha, o Ebul As, a mundem të të them diçka më një? Pasi ai pranoi, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, o Ebul As, Zoti më ka urdhëruar që çdo musliman i martuar me një jo musliman duhet të shkurozohet. Prandaj, a pranon të ma kthesh vajzën time? Ebul As ibn Rabia i tha, po. Kur Zenebia dëgjoi se i shoqi po kthehej nga Medina, doli dhe e priti jashtë Mekës. Me të takuar me të, Ebul As i tha, duhet të largohesh. Zenebia e pyeti, ku të shkoj? Ebul As i tha, do të bashkohesh me baban tënd. Po përse? E pyeti ai gjithë habi. Ebul As i tha, feja jote urdhëron që unë dhe ti të shkurozohemi, prandaj kthehu te babai yt. Zenebia i tha, a pranon të më shoqërosh mua dhe të bëhesh musliman? Ebul As i tha, jo. Kështu, Zenebia mori 2 fëmijët e saj dhe u nis për Medinë. Me të arritur atje, shumë burra kërkuan dorën e saj, por ajo i refuzoi gjithë. Edhe pse kaluan 6 vite, ajo akoma shpresonte që burri i saj do ta pranonte Islamin dhe do të bashkoheshin sërish në një familje. 2 qytetet ishin larg njëri tjetrit. Ishte Ebul As ai që ishte kokfort dhe në gabim. Zenebia e kishte kërkuar shumë burra për të martuar, gjithatë ajo akoma e ruante dashurinë për Ebul Asin. Pas 6 vitesh ndarje, Ebul Asi niset me një karvan nga Meka për në Sham. Gjatë rrugës, karvani i tij sulmohet nga një grup të rinj musliman, cilët kërkuan të merrnin pasuritë që Kureshët u kishin rrëmbyer dhe plaçkitur muslimanëve në Mekë. Ebul Asi arriti të u shpëtojë këtyre të rinjve dhe u arratis. Muslimanët ju vun pas, por nuk arritën dot pasi ai u fsheh në Medinë. Fjalët se Ebul Asi ishte fshehur në Medinë filluan të përhapen dhe gjithë u vunë në kërkim të tij. Ebul As ibn Rabia shkoi te shtëpia e ish gruas tij dhe trokiti derë. Kjo ndodhte pak para ezanit sabahut. Kur Zenebia hapi derën, mbeti i shtangur kur pat shoqin e saj në kënd. Habitur pyeti, a ke ardhur si musliman? Ebul Asi i tha, jo, jam i përndjekur. Dhe i tregoi gjithçka kishte ndodhur. Zenebia i tha, a pranon të bëhesh musliman? Tha, jo. Mos ki frikë, je i mirëpritur në shtëpinë time, o baba i fëmijëve të mi. Duke qarë që fjalët e ashpra dhe qortuese nuk ishin pjesë e fjalorit tyre bashkëtorë. Motoja e tyre ishte mos i harroni vlerat e njëri tjetrit. Al-Baqara 237. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët falën namazin e sabahut, dëgjuan një zë të mekur nga fundi i xhamisë që thoshte:
Ebul As ibn Rabia është në mbrojtjen time. Profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye nga muslimanët dhe u tha: a e dëgjoni atë që dëgjoj unë? Njerëzit u përgjigjen: po, i dërguari i Zotit. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: për Zotin unë nuk di se ç'po ndodh. Më pas Zenebi u drejtua babait me fjalët: o i dërguari i Zotit, si i largët Ebul Asi është kushëriri im, djali i tezës, kurse si i afërt ai është babai i fëmijëve të mi. Kështu unë e kam marrë në mbrojtjen tim. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ngrit në këmbë, foli muslimanëve me fjalët: o ju njerëz, ka ky person nuk kam parë asnjë të keqe si dhëmbë. Ai ka qenë i sinqert në ato që më ka thënë. Sa herë më ka premtuar diçka e ka mbatur fjalën. Unë kërkoj që brenda mundësive t'i kthehet pasuria dhe të lejohet të kthehet në shtëpinë e tij. Por nëse refuzoni, kjo është e drejta juaj, për cilën nuk u fajsoj. Këto fjalë i thoshte vjehri për dhëndrin e tij kundërshtar në fe, madje që kishte luftuar në betejën e Bedrit. Këto fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam u drejtojmë gjithë prindërve, fëmijëve, bashortëve, me qëllim që ta mëshirojnë njëri tjetrin. Gjithë njerëzit që ndodheshin në xhami i thanë: do t'ja kthejmë pasurinë që është marrë, o i dërguari i Zotit. Dhe të gjithë shkuan në shtëpi për cilë pasurinë që ishin marrë Ebul As ibn Rabias. Kur i pa i dërguari i Zotit me mallra të nduar, u ngrit në këmbë dhe u tha: o Zenebe, personi që është në mbrojtjen tënde është edhe në mbrojtjen tonë. Më pas shkoi te shtëpia e Zenebës dhe i tha: o Zenebe, nderoje, pasi është kushërir yt dhe babai i fëmijëve tu, por mos prano të të prek, pasi nuk të lejohet. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam u largua, Zenebia hyri brenda dhe i tha Ebul As ibn Rabias: o Ebul As, a ka që lehtë të duket ndarja me ne? Përse nuk pranon Islamin dhe të qëndrosh me ne? Ebul As ibn Rabia ktheu: jo. Më pas ai mori gjithë pasuritë që muslimanët ja kishin marrë gjatë sulmit të karvanit dhe u kthye në Mekë. Me të arritur atje, ai mblodhi gjithë ata që i kishin dhënë pasuri për të bërë tregti dhe u tha: o njerëz, këto janë pasuritë tuaja, a doni gjë tjetër? Ata i thanë: jo, ti e ke mbajtur fjalën e dhënë. Atëherë Ebul Asi u tha: unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut fuqiplot dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Për Zotin, nuk kam pranuar të përqafoj Islamin derisa t'ju kthej pasuritë. Pas kësaj ndodhie, ai u nis menjëherë për Medinë. Kur rritin mëngjes herët, pas namazit sabahut, xhamia pushtohej nga një heshtje, pasi gjithë muslimanët përmendin Zotin. Në momentin që profeti sallallahu alaihi wasallam dha selam dhe gjithë filluan të përkujtojnë Zotin në heshtje, u dëgjua një zë nga fundi i xhamisë që thoshte: o e dërguari i Zotit, dje më more në mbrojtje, kurse sot kam ardhur të them që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se ti je i dërguari i tij. Të gjithë xhamia u fshëtiu nga thirrjet Allahu Akbar, Zoti është më i madh. Më pas Ebul As ibn Rabia i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Zotit, a më lejon të kthehim te Zenebia? Profeti sallallahu alaihi wasallam e kapi për supi dhe i tha: eja me mua. Të dy shkuan te shtëpia ku banonte Zenebia dhe i dërguari i Zotit trokiti nder. Pasi doli Zenebia, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: o Zenebe, djali i tezës tënde më erdhi dhe më kërkoi leje që u bashkoj sërish. A e pranon ti si bashkëshort? Zenebia u skuq fytyrë dhe buzëqeshi. Me gjithë arsyet e shumta dhe të forta për ta prishur këtë martesë, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e bëri. Me gjithë arsyet e forta për t'u ndarë nga i shoqi i saj, Zenebia nuk e bëri këtë. Kjo tregon për kushtimin ndaj familjes nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve të parë. Në historinë e këtij çifti, Zenebës dhe Ebul As ibn Rabias, një musliman gjen modelin dhe shembullin më të mirë për lidhje bashkëtorë. Një veçantë tjetër në këtë histori është se një vit më pas, Zenebia ndron jetë. E bashorti i saj, Ebul As ibn Rabia, e qau dhe u hidhurua shumë nga kjo ndarje. Sa që ishte i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ai që e qetësonte dhe ngushëllonte duke i thënë: duro o Ebul As. Kurse Ebul As ja ktheu:
për Zotin e i dërguari i Allahut, e kam të vështirë jetën pas Zeynebe. Bashkëkohësit e tij tregojnë se e merrte vajzën e tij Fatimen dhe duke përqafuar thoshte: "Ti më kujton Zeyneben, o dija ime." Ata tregojnë se për shkak të hidhërimit për vdekjen e Zeynebes, edhe ai vdiq pas një viti nga vdekja e saj.